Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim pak mësimin numër 3 të nivelit A2 të gjuhës angleze. Ndër të tjera të ky mësim do të shohim mbiemrat pronor, possessive adjectives, pra fjalët të cilat ne i përdorim për të treguar pronësi, my, your, his, pra imi, joti, jati, asaj dhe kështu me radhë. Do flasim pak për disa fjalë dhe shprehje që mund t'i dëgjojmë në një orë mësimi anglisht, classroom language, pra fjalë për fjalë gjuha në një klasë mësimi, the alphabet, alfabetin, dhe ashtu do të shohim edhe disa tinguj. Le të vazhdojmë pak me disa fjalë të cilat mund t'i gjejmë në një ambientin e një klase, po kuptohet disa prej tyre janë edhe universale, shikojmë edhe në aspekte të tjera. Door, dera, window, dritarja, picture, piktura, board, dërrasa. Nëse është drasë e zezë duhet të specifikojmë pasaj, të themi black board or white board nëse është drasë e bardhë. Wall të pesa, është muri. Chair të gjashta, karrikja. Computer, edhe pse shkruhet me O, bas cës, ne themi me A në anglisht, computer, computeri. Desk, keni parasysh fjalën 8 dhe 9, desk dhe table, ne i përkthejmë tavolinë në shqip. Ndryshimi është se desk do ta përdorim për tavolinën e nxënësve për shembull, ose tavolinën e punës në përgjithësi. Kurse table është tavolina në përgjithësi, tavolina për shembull që kemi në shtëpinë tonë, në kuzhinë. Vazhdojmë të shikojmë disa shprehje, disa fjali, të cilat mund të përdoren kryesisht nga mësuesi, ndoshta disa prej tyre edhe nga nxënësve. E para, work in pairs, punoni në çifte, pair do thotë çift. Work in groups, punoni në grupe, nëse janë 3 ose më shumë. Sit down, ulu. Please stop talking, të lutem pusho së foluri. Read the text, lexo tekstin. Unë po i përkthej në shqip në njëjës, sikur po i drejtohemi një personi, por në anglisht është e njëjta gjë nëse u drejtohemi edhe disa personave, nuk ndryshon formulimi i fjalisë. Stand up, çohu. Open your books, please. Hapni librat tuaj, ju lutem. Turn off your cell phones. Fikini telefonat tuaj. Listen and repeat. Dëgjo dhe përsërit. Answer the questions. Përgjigju pyetjeve. Go to page 84. Shko në faqen 84. Close the door. Mbyllë derën. Do exercise A, bëj ushtrimin A. Dhe 13 e fundit për këtë faqe, look at the board, shiko dërrasen. Keni parasysh se shumica e këtyre, gati të gjitha, janë në formën urdhërore, imperative në anglisht. Kështu që në varësi të situatës, nëse jemi ne që po i themi fjalit të tilla, dhe në varësi të se kujt po i drejtohemi, mund të jenë nevojshme që për respekt të vendosim edhe fjalën please, qoftë në fillim të fjalisë urdhërore ose qoftë në fund, nuk ka problem. Atëherë, shohim disa aspekte të tjera. Këto aspekte kryesisht mund të përmenden nga studentët, për shembull, sorry, I'm late, më vjen keq ose më fal, jam vonë. Can I have a copy please? A mund të kem edhe unë një kopje, pra kur kërkojmë diçka, një mënyrë se si mund të kërkojmë është can I have? 16, what page is it? Çfarë faqe është? 17, I don't know, nuk e di. 18, I don't understand, nuk e kuptoj. 19, sorry, can you repeat that please? Më falni, a mund ta përsërisni atë? Ju lutem. Can you help me please? A mund të më ndihmosh ose a mund të më ndihmoni, ju lutem? Excuse me, what is in English? Shkoni se si kemi lënë një hapësirë. Kur duam të pyesim se çfarë është kjo në anglisht, qoftë nëse e tregojmë për shembull kemi një objekt fizik dhe e tregojmë, ose mund të përdorim një fjalë tjetër, për shembull fjalën në gjuhën tonë, nëse personi që po pyesim e di kuptimin edhe në gjuhën që ne pyesim, edhe e di dhe se si quhet, ose të paktën ne shpresojmë që e di edhe se si quhet në anglisht, dhe kështu na i thotë. Dhe së fundi, how do you spell it? Si e gërmëzon atë, pra si e shkruan. Le të vazhdojmë mëtej. Të shikojmë pak përdorimin e
the në gjuhën angleze. Përdorimi i the-s në gjuhën angleze ka goxha aplikime dhe kuptohet në varësi të nivelit ku jemi, do të shikojmë pak edhe nga pak. Një përkufizim i thjeshtë që na ndihmon tani për momentin është që ne do të përdorim the së pari kur ajo që ne po përmendim është unike. Pra, në botë ose në vendin ku jemi ne, është një e tillë. Për shembull, toka, dielli, interneti, pra gjëra të tilla që janë unike në botë ose në vendin ku ne jemi, do të themi me the. Gjithashtu, the-n do ta përdorim edhe për objektin ose objektet, duke qenë se mund përdoret si në njëjës si në shumës, për të cilën folsi dhe dëgjuesi janë në dijeni, ose automatikisht në ambienti ku ne jemi është e vetmja gjë. Për shembull, nëse ne jemi në një klasë dhe klasa ka vetëm një deras, nëse mësuesi na thot shiko derasën, automatikisht do ta specifikoj atë, sepse do themi derasa është ajo, është një. Nëse kemi 2-3, aty ndryshon situata. Pra automatikisht, ose close the door, nëse klasa ku jemi, ambienti ku jemi ka një derë, automatikisht edhe folsi edhe dëgjuesi janë në dijeni se për kë po bëhet fjalë, për çfarë po bëhet fjalë. Okej? Pra, për momentin është e rëndësishme të fokusohemi ose të fiksojmë këto dy aplikimet. Pastaj më vonë do të shikojmë edhe aplikimet e tjera. Edhe kemi disa shembuj këtu. Look at the board, shiko derasën, answer the questions. Okej? Edhe këtu, pika e parë dhe pika e dytë, për kufizime të thjeshta në anglisht, që në tregojmë pak a shumë atë që thamë edhe në shqip. Për shembull, pika e parë thot use the when we know which. Pra do përdorim the kur ne dim se cila ose çfarë, pra jemi në dijeni të cilit objekt, për të cilin objekt po flasim. Use the with singular and plural nouns, pra ndryshe nga a dhe ën që do të përdoret në njëjës, sepse nuk kuptojnë një, dhe mund të përdoret si në njëjës, si në shumës. Le të shikojmë pak alfabetin në të djathtë. Tani, alfabeti, le të themi nuk është një gjë kaq e nevojshme që ne të ecim përpara, por është mirë që pak e nga pak t'i fiksojmë shkronjat, meqense ka aplikime ose ka situata ku do na duhet, për shembull nëse do na duhet të gërmëzojmë diçka, ose kur kemi shkurtimin e emrave dhe i themi sipas shkronjave të alfabetit. Okay? Tani, ka dy mënyra se si mund ta mësojmë alfabetin. Mund të fillojmë nga A-ja, pra shkronja e parë deri te shkronja e fundit. Disa e kanë më të lehtë në këtë mënyrë. Disa e kanë më të lehtë kur i grupojnë në mënyrën se si tingëllojnë ose si ngjajnë shkronjat me njëra tjetrën kur ne i themi. Për shembull, këtu kemi bërë diçka të ngjashme. Kemi grupuar së pari ato që kanë tingullin EI, si A, H, J, K. Pastaj te grupi i dytë, ku është edhe shumica e shkronjave, ato që kanë I të gjatë, si B, C, D, E, G, P, T, V, Z. Okay? Një shënim të vogël këtu, ta që janë duke mësuar versionin britanik, britanikët preferojnë Z, si thonë Z në vend se sa Z. Pastaj në rastin e tretë kemi ato që kanë tingullin E, si F, L, M, N, S dhe X. Okay? Pastaj ato që kanë tingullin AI, si I dhe Y. Tingulli OU, që është vetëm shkronja O, O. Tingullin U e gjatë, si Q, U, W. Dhe në fund, kemi shkronjë R, që e themi R. Okay? Tani, edhe njëherë, pse është e nevojshme që ta dim alfabetin, ose pak e nga pak ta përvetsojmë të gjitha shkronjat? It is important to know the English alphabet because you often need to spell. Pra, mund na duhet shpesh të gërmëzojmë. Çfarë? Mund na duhet shpesh të gërmëzojmë emrin ton, name, ose mbiemrin ton, surname, ose emrin e një qyteti ose një shteti, okay? Dhe abbreviations. Çfarë janë abbreviations? Janë shkurtimet të emrave, zakonisht të produkteve ose të kompanive, okay? Për shembull e themi BMW, BMW që e themi në shqip, okay? Do t'i themi sipas shkrimit të alfabetit, edhe shkurtime të tjera.
Tani, në lidhje me emrin dhe mbiemrin, varet. Zakonisht kur ne paraqitemi diku në një zyrë, mund të jetë e mjaftueshme që t'japim edhe një dokument tonin dhe personi e shikon emrin dhe mbiemrin. Por mund të jetë e nevojshme për shembull kur jemi duke folur në telefon dhe emri jon për dëgjuesin, pra personin që po i flasim, nuk është aq i dëgjuar. Prandaj do na duhet të bëjmë gërmëzimin sipas shkrimit të alfabetit që personi ta shënojë në mënyrë të saktë dhe të mos bëj gabime. Okej, le të ecim më përpara. Të shikojmë tani se si mund të pyesim dhe të japim disa informacione personale, personal information, sidomos nëse shkojmë në një zyrë, regjistrohemi në një shkollë apo për çështje dokumentash dhe kështu me radhë. Atëherë, keni parasysh që mund të kemi disa ndryshime të vogla në lidhje me mënyrën se si e pyesim diçka, si pyesim informacion dhe se si e kemi të shkruar atë informacion në formular. Okej? Konkretisht për shembull, kur ne pyesim për moshën, që e kemi te pesa, normalisht do themi how old are you? Okej? Kurse kur e kemi në formular, do ta shikojmë shkronjën A, G, E, që e themi age, që fjalë për fjalë do thotë mosha. Okej? Në një formular nuk do ta kemi how old are you të shkruar. Le të fillojmë me radhë. What's your first name? Emri, pra emri jon personal. What's your last name? Mbiemri. Ata që janë duke mësuar versionin britanik, last name do t'i referohen si surname. Okay? Last name, surname është e njëjta gjë. Në disa raste, në disa kultura, si për shembull në kulturën amerikane, mund të jetë e zakonshme që të kenë edhe një middle name ose family name, pra një emër shtesë. Okay? Një emër të dytë, si mund të themi në shqip. Atëherë, how do you spell it? Si e gërmëzon atë? Where are you from? Nga je? How old are you? Sa vjeç je? What's your address? Te address kemi dy mënyra se si mund ta shqiptojmë në varësi të theksit. Address ose address. Zgjedhim ne kë na vjen për mbar. Pra, si është adresa? What's your zip code? Okay, kodi postar. Edhe këtu kemi një ndryshim të vogël. Amerikanët kryesisht preferojnë të përdorin fjalën zip code, kurse britanikët preferojnë fjalën postcode. Të dy i referohen kodit postar. What's your email address? Adresa e emailit. Dhe what's your phone number? Numri i telefonit. Pastaj, nëse do themi home phone number, numri i shtëpisë, ose cell phone number, pastaj këto janë specifike në varësi të situatës. Okay? Edhe këtu në formular. First name, last name, country, city, age, address, zip code, email, phone number, ja kur kemi specifikuar cell phone number. Okay? Tani, lidhje me ku japim emailin, mund të jetë nevojshme të themi, do të jetë nevojshme sepse do themi at, që është ajo aja që vendosim mbasi kemi shënuar emailin tonë se si e shënojmë ne, zakonisht për shembull dikush mund ta shënoj emër mbi emër, pastaj at, dhe pastaj Gmail ose Hotmail ose varet çfarë lloj emaili kemi. Pastaj kemi dot për pikën. Okay, .com mund të jetë zakonisht. Okay, le të ecim më përpara. Tani, ti vendosim në praktik këto aspektet që morëm në një bisedë. Shikojmë një vajzë e cila do të regjistrohet në një shkollë dhe kemi recepcionistin që po i bën disa pyetje për të marrë të dhënat e saj personale për t'i shënuar. Okay? Personal information, interview with a student. Intervistë me një student. Okay? Nëse jemi në një situatë ngjashme, mund të shikojmë se si përdoren, por disa përpyetjet mund të jenë edhe universale që mund të përdoren edhe në zyra të tjera ku na kërkojnë informacione, jo më mos patjetër në një intervistë universiteti ose shkolle. Okay. Kemi receptionist, receptionist, dhe Darley, që është kjo vajza. Atëherë, fillojmë. Hello, are you a new student? Përshëndetje, a je ti një student e re? Yes, I am. Po. Sit down, please. Ullu të lutem. I'm the receptionist and my name's Mark. I'm just going to ask you a few questions. Unë jam recepcionisti dhe emri im është Mark. Unë thjesht do të bëj disa pyetje. Tani, vendosja e fjalës just këtu, që zakonisht në shqip merr kuptimi thjesht, nuk është gjithmonë e nevojshme, pra është optional. Zgjedhim nëse do ta vendosim. Personi mund të ketë vendosur ta përdori këtu për të treguar që shikoj, mos u bë merak se nuk do të jetë në një gjë ndërlikuar, thjesht kemi disa pyetje. A few do thot pak. Okay, vazhdon.
great. What's your first name? Si është emri? Darli. How do you spell it? Okay, Darli është një emër ndoshta jo i zakonshëm për amerikanët. Prandaj, për të siguruar që dashnoi sakt, sidomos kur ka të bëjë me dokumenta, kërkojmë gërmëzimin. Atëherë, dhe kjo e bën gërmëzimin D-A-R-L-Y. E përsërit për të qenë i sigurt. Yes, that's right. Po, është e sakt. Ja konfirmon. And what's your last name? Dhe si është mbi emri? Becerra. Edhe këtu përsëri një emër jo aq i dëgjuar. Becerra. Is that? Provon ta gërmëzoj vetë personi. B-E-Z-E-R-R-A. Dhe ju ja konfirmon pasaj që është e tillë për mos ta përmendim dy herë. Vazhdoj me pyetjet e tjera, okay? Edhe këtu e përsërit edhe një herë mbi emrin duke e gërmësuar, pastaj e pyet, okay, where are you from? Nga je? I'm from Brazil. Jam nga Brazili. Where in Brazil? Shikoni pak. Kur ne do na duhet informacione shtesë në lidhje me preardhjen e personit, për shembull për të ditur zonën, provincën ose qytetin zakonisht, mund të pyesim where in Brazil. From Rio, nga Rio. And how old are you? Dhe sa vjeç je? I'm 20. Kujtojmë edhe një herë me moshën. Mund të themi vetëm numrin ose mund të shtojmë years old. Okay? Nuk mund të themi thjesht years. I'm 20 or I'm 20 years old. Jo, I'm 20 years. Okay? What's your address? Si është ose cila është adresa jote? In Rio, e pyet? Yes, pra në Rio, po. It's 350 Avenida Princesa Isabel. Pra i tregon adresën që ka në Rio. E konfirmon personi dhe kjo i thot yes. What's your zip code? Sorry, nuk e kupton. Pra, ka gjasa që kjo vajza ka mësuar anglishtën me versionin britanik. Prandaj kur i thot zip code, ndoshta nuk e njeh si shprehje, si fjalë. Prandaj i thot sorry. Kujtojmë edhe një herë kur përdorim sorry në formë pyetje, e ftojmë personin që të thotë përsëri ose të shpjegojë, ndoshta nuk e dëgjuam ose ndoshta nuk e kuptuam. Pra të ri thot atë që sapo thamë më parë. The zip code, you know, a number or postcode. Okay? Tani e kupton kur i thot postcode. I thot, yes, it's 2201110. Kujtojmë edhe një herë, kemi përmendur të numrat. Zeron, kur përmendin numrat të tillë si numrat e telefonit ose numrat e rrugës, numrat e apartamenteve, kodit postal dhe kështu me radhë, preferohet i thon O në vend se sa 0. Edhe 0 nuk është e gabuar, por preferojnë të thon O. E përsëri recepcionisti. Great. Pastaj vazhdon me pyetjen e radhës. What's your email address? Edhe kjo ja thot it's dbezira@mail.com. Pra në këtë formë do ta themi emaili. Pra çfarë lloj emaili është .com. And what's your phone number? Se cili është numri i telefonit. Tani kjo e pyet për ta specifikuar my cell phone or my home number in Rio. Pra, numri i celularit apo numri i telefonit të shtëpisë, pra fiksi në Rio. Both. Të dyja. Home and cell phone. My phone number in Rio is 55. I shpjegon që ky është kodi. That's the code for Brazil. Ky është kodi për Brazilin. Pastaj thot numrin specifik. 219-560-733. Nëse kemi dy numra të njëjtë njëri pas tjetrit, mund të themi edhe double. Për shembull, do themi 0733. Është e njëjta gjë. E përsërit edhe personi, ja konfirmon, yes, that's right. And my cell phone is 970-555-3784. Okay? Shkoni pak që duke qenë se numrat amerikan kryesisht janë me 10 shifra dhe në përgjithësi janë me 10 shifra numrat e celularit, por kjo mund të ndryshojë pas nga një vend te tjetër. Amerikanët kanë tendencën që kur i thon tek e tek, po i thon të ndarë në 3, 3 dhe 4. Okay? Pra 970 555 3784. Okay? It's an American cell phone, specifikon, pra është një numër telefoni amerikan. Okay? E përsërit edhe një numrin për të siguruar. That's great. Thank you. E falenderon. Okay, so you are in level. Tani nuk duket këtu nga që është pjesa e kamerës, por i thot je në atëherë. Këtu përdor fjalën level për të treguar që fjala level teknikisht ne e përdorim për nivelin, por ndonjëherë mund ta përdorim edhe për klasën se ku jemi.
Dhe I thot pastaj your first class is on Monday. Pra ora jote e parë e mësimit është të hënën. Bukur, le të vazhdojmë pak më tej. Rikujtojmë edhe një herë për emrat vetor. Anglisht ju themi subject pronouns. Okay? I am Chinese. Unë jam kines. You are in level 1. Ja të kemi këtu level 1. Sikur të themi në niveli 1 fjalë për fjalë, por mund të përdorim thamë edhe në aspektet e klasës. Okay? He is the director. Ai është drejtori. She is your teacher. Ajo është mësuesja jote. Pra kujtojmë edhe një herë që he do e përdorim për gjinin maskullore të njerëzit. She për gjinin femërore të femrat dhe it do të marrë kuptimin ai ajo në shqip për çdo gjë tjetër që ne do t'i referojmë si ai ajo, që nuk është një njeri. It's a school. Ajo është një shkollë. We are an international school. Ne jemi një shkollë internacionale. Dhe në fund, they're new students. Ato janë studentë të ri. E vutre që mungon të ju, okay, kemi shpjeguar edhe në videot e tjera. You, që ne e përdorim në anglisht me kuptimin ti, mund të përdoret edhe me kuptimin ju pra kur I drejtohemi disa personave në gjuhën angleze. Pra nëse themi you are in level 1, pra ti je në, sikur themi klasën 1, është njësoj si të thej, domethënë, ka të njëjtin kuptim si ti je, si ju jeni. Nga do ta kuptojmë nëse po I drejtohet një personi ose disa personave, vetëm nga fjalia nuk e kuptojmë. Do shikojmë pak kontekstin për të kuptuar nëse po I drejtohet një personi ose disa. Le të shikojmë pak për emrat mbiemrat pronor. Pra ato fjalë që ne I tregojmë I përdorim për të treguar përkatësi. Imi, e jotja, joti. Kuptohet në gjuhën angleze kujtojmë edhe një herë që këto nuk kanë gjini, kështu që janë relativisht pak më të thjeshta se gjuha shqipe. My family is from Beijing. Familja ime është nga Beijing. This is your classroom. Kjo është klasa jote. Ose klasa juaj, thamë edhe njërë, është e njëjta gjë. His name is Michael. Emri I tij është Michael. Her name is Tina. Emri I saj është Tina. Its name is McQueen's Language School. Emri I saj është McQueen, më thënë ose sikur të themi gjuha, shkolla e gjuhës McQueen, sepse të emrat pasaj zakonisht nuk përkthehen në gjuhë tjetër, por nëse duam për kuriozitet mund t'i përkthejmë fjalët individuale. Our students are from many different countries. Studentët tanë janë nga vende të ndryshme, nga shumë vende të ndryshme. Their names are David and Emma. Emrat e tyre janë David dhe Emma. Tani, një gjë të vogël. Do të kemi goxha raste ku fjalë në mënyrën se si thuhen do të ngjajnë me njëra tjetrën. Për shembull, his, h-i-s, që I bie të jetë mbiemri pronor, pra I tij, e tij, në mënyrën se si e themi, do të ngjajë njësoj me shkurtimin he is, his, ai është. Okay? Në shkrim është e lehtë për të dalluar. Meqense he is shkurtuar shkruhet h-e-s, kurse his, I tij, e tij, do shkruhet me h-i-s. Kur I dëgjojmë dhe nuk I kemi të shkruara, duhet I kushtojmë vëmendje kontekstit, pra fjalisë, për të kuptuar nëse kemi his, I tij, e tij, apo his, shkurtimi I he is, ai është. Okay? Kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendje dhe si gjithmonë, nëse keni sugjerime, pyetje, paqartësi, mund të lini një koment. Ju përshëndes dhe shihemi në videon e radhës.